përcjell informacione të dokumentuara që lidhen drejt për së drejti me rendin kushtetues, sigurinë institucionale dhe veprimtarinë e mbrëmshme të institucioneve të Republikës së Kosovës. Me këtë të fundit e pandehura në disa raste edhe është takuar në zyrat të BIA-s në Beograd. U soll duar lidhur në gjykatore. Jelena Gjukanović akuzohet për spionazh tek BIA serbe për vite me radhë. Shpërndarjen e informacioneve të ndjeshme, ajo sipas prokurorisë e bëri duke përdorur pozitën e saj si zyrtare e misionit të OSBE-s në Kosovë. Nga data e pacaktuar e në vazhdimsi deri në momentin e arrestimit të saj, me datë 28 shkurt 2025, në cilësinë e zyrtares vendore të misionit të OSBE-s në Kosovë, pranë zyrës rajonale në Mitrovic, në pozitën zyrtare e programit kombëtar në qendrën rajonale në Mitrovic, me vetdije të plotë dhe me dashje direkte, ka kryer veprime të përsëritura që përbëjnë ndihmë aktive për veprimtarinë informative të një shërbimi të huaj, konkretisht të Agjencisë për Inteligjencë dhe Siguri të Republikës së Serbisë. Prokurori special Bekim Kodraliu gjatë leximit të aktakuzës shpjegoi lidhjet dhe mënyrën e shpërndarjes së këtyre informacioneve. Ndihmë kjo e realizuar përmes komunikimeve të shumta me tani të dënuarin për veprën penale të spionazhit, agentin rezident të BIA-s Aleksandr Vlajić, të cilit i ka përcjell informacione të dokumentuara që lidhen drejt për së drejti me rendin kushtetues, sigurinë institucionale dhe veprimtarinë e mbrëmshme të institucioneve të Republikës së Kosovës, të cilat informacione pastaj janë transmetuar tek zyrtarët e lartë të BIA-s, përkatësisht Ratko Gajtanović, përgjegjës i BIA-s për rajonin e Novi Pazarit në Serbi, dhe zyrtarin tjetër Ljubisha Bukvić, ku me këtë të fundit e pandehura në disa raste edhe është takuar në zyrat të BIA-s në Beograd. Këto akuza Gjukanović nuk i pranoi. Nuk e pranoj fajsin. Ajo gjatë dhënies së të dhënave personale theksoi se ende është e punësuar në OSBE. Tani jam në mungesë, por ende jam e punësuar në OSBE. Mbrojtja e Gjukanović kërkoi rishikim të masës së paraburgimit. Me qenë nuk ka asnjë dëshmitar që do të thirret për të dëshmuar dhe të gjithë provat materiale, prokuria speciale i ka siguruar, konsideroi se nuk ka arsye që Gjukanović të qëndrojë në paraburgim, pasi nuk ekziston rreziku i ndikimit në dëshmitar apo në prova. Mbrojtja brenda 15 ditësh kanë të drejtë të kundërshtojnë aktakuzën dhe provat për këtë vepër penale.